Mos u lani me ujë të nxehtë në dimër. Kjo që mund t'ju ndodhë mund t'jetë katastrofale. Me siguri që larja me ujë të nxehtë në këto ditë të ftohta ju jep ndjesi të mira. Mirë po, intensiteti i lartë i nxehtësisë prish barrierat mbrojtëse të lëkurës. Më mirë është që të laheni me ujë mesatarisht të nxehtë për një kohë të shkurtër. Pas dusheve patjetër qëndron edhe përdorimi i hidratuesve për të gjithë trupin, që të ruhet barriera mbrojtëse ndaj bakterieve dhe mikroorganizmave të tjerë. Kjo do ju ndihmojë të shmangni lëkurën e thatë dhe gjithashtu të keni një kujdes më të mirë të saj. Nëse laheni me ujë të nxehtë gjatë dimrit, mund të shkaktoni probleme të lëkurës, të cilat do të ndikojnë drejt drejti në dukjen e saj dhe të shkaktojnë dhe inflamacione. Prandaj ekspertët sugjerojnë që të mos laheni me ujë tepër të nxehtë dhe një kohë të gjatë, pasi përveç se do të shkaktojë probleme të lëkurës, atëherë mund të nxjisë edhe shfaqjen e problemeve të cilat mund të lidhen me rënien e imunitetit.